Atëherë përshëndetje kushtrim, ne sapo kemi arritur këtu në prokurorinë themelore të Prizrenit, ku për pak minuta, pra fiks në orën 14 është paralajmëruar një konferencë për media, ku do të shpalosen edhe detaje rreth aksionit të madh që ka qenë paraditën e sotme, ku ka përfshirë Byron e Sigurimeve të Kosovës dhe ka disa persona të arrestuar. Me aq sa kemi kuptuar dhe ne kemi ardhur këtu, ne kemi biseduar me disa prej avokatëve të cilë janë tek personat e arrestuar dhe që tashmë kanë shkuar në ndalim dhe që thanë se janë marrë në pyetje dhe klientët e tyre kanë folur pranë prokurorisë duke treguar ngjarje nga ana e tyre. Ajo që kemi deri më tash është se janë ndër të arrestuarit janë edhe ish udhëheqësi i Byros së Sigurimeve Same Mazreku dhe një drejtor i cili kishte qenë drejtori i financave në byron dhe që dyshohen për vepra të ndryshme penale që tashmë edhe ky aksion siç është raportuar ka përfunduar meqense ka qenë i organizuar me policinë e Kosovës dhe ka pasur edhe shumë prokurorë të cilë kanë qenë të përfshirë. Ky aksion është zhvilluar në disa lokacione, përfshirë Prizrenin, po ashtu edhe Prishtinën dhe disa komuna të tjera dhe që ka pasur zyrtar të byros të arrestuar dhe qytetar të cilët kanë përfunduar në pranga. Ne do të presim të shohim konferencën e prokurorisë themelore të Prizrenit, e cila është në krye të këtij aksionit për të parë detajet rreth këtij aksioni që ka përfshirë byron, po ashtu ne kemi pasur, nuk e di nëse keni përmendur më herët, edhe një reagim të byros ku kanë thënë se ky rast është inicuar nga ta për shkak nga i ardhur nga një raport i auditimit të brendshëm dhe se është inicuar në policinë e Kosovës për të vazhduar me hetime tutje. Pra kaq kemi nga këtu, besoj që për informacionet të tjera do të informoni me kohë. Po, Dori, faleminderit shumë për këtë lidhje të drejt për drejt nga prokuroria themelore në Prizren, prokurori e cila ka nisur këtë aksion në bashkëpunim me policinë e Kosovës.